Betejë ligjore e banorëve të komunës së Shkrelit me policinë dhe më pas me drejtsinë shqiptare ka nisur më shumë se një dekadë më parë, qysh në vitin 2001. Prej asaj kohe deri sot, policia e shtetit ka bërë më shumë përpjekje për të shkatruar, djegur dhe konfiskuar parcelat me kërp industrial në komunën e Varfër në veri të vendit, sesa aksione të suksesshme për shkatrimin e marijuanës në Lazarat. Mjafton të përmendim faktin se vetëm në rastin e fundit, ato që është duke u gjykuar ende në gjykatën e Shkodrës, janë dërguar për ndjekje penale nga policia me akuzën e kultivimit të bimëve narkotike plot 120 persona, nga të cilët 53 sapo janë dënuar me 267 vite burg. Mua më kanë premtuar një muaj me të bëjmë të them ta gjashtë, se puna s'm kanë më ftuar, s'm kanë një muaj, s'm kanë çfarë për punë. Vështëri se vetëm i lodhën. I kam pa buk. Me shoqëta ka kanë e dhonën, as nuk ka kush punë me ju sa me letra, e me firma, me vula, se me kanë ashtu, ose kisha mirë hiç me pakan. Me pakan po letra se kish mirë hiç. Se bona 50 vjet se s'kam shkuar në burg, as më ka thirr kush për Ticilia. Po më ka thonë që zot 1000 letra atyre, prej Tiranës, prej ministrijet, prej jetën e na kanë marrë gramia u kam letrat prap. Do i kam dërzuar, po i kam fotokopjuar letrat, e kam në shtëpi prap. Edhe nëse më thirr prap me letra vetë fotokopja i lot tjetër në shtëpi. Ja nuk çoshin në burg. Kena marrë të Martini, e kena mill, forën e mori policia, ata bimën, fejtësisht, s'na la asisen. Ku i keni pas mill? Një të nërë poshtë. Por si nisi përballja e fshatarëve të Varfër në malsinë e madhe me shtetin shqiptar? Kur kultivuesit e kërpit ishin bërë gati të korrnin prodhimin e parë, që më tepër ishte eksperimental, ndodhi pikërisht ajo që nuk pritej. Pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, Drejtoria e Qarkut të Shkodrës, në bashkëpunim me Komisariatin e Malësisë së Madhe, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe sektorin antidrog, ndërmori një aksion për shkatrimin e parcelave të mbjella me marijuanë. Aksioni zgjati nga datat 11 deri në 18 korrik 2001 dhe ushtri kryesisht në fshatrat Dedaj, Reç dhe Zagor të komunës së Shkrelit. Kronika televizive tregonin efektiv të forcave speciale dhe policisë që korrnin me kosore dhe më pas digjnin parcelat e mbjella me bimë narkotike. Ministria e Rendit deklaroi zyrtarisht se kishte asgjësuar sasinë më të madhe që ishte mbjell ndonjëherë me marijuanë në vend. Plot 524.919 rrënjë, dhe se kishte arrestuar 4 persona, madje ishte shpallur në kërkim kryetari i komunës, Martin Plumbi, i kandiduar nga Partia Demokratike. Mediat e vendit dhe ato të huaja e publikuan me bujë të madhe super operacionin e antidrogës, duke e cilësuar në njërin prej aksioneve më të mëdha të kryer ndonjëherë në Evropë. Policia shqiptare ka arritur të asgjësojë brenda një jave 524.919 rrënjë marijuanë. Sasia e bimëve narkotike që pretendoi të ishte asgjësuar nga mbi 100 policë në Malsinë e Madhe përbënte një rekord, pasi asnjëherë më parë nuk ishte asgjësuar brenda një jave kaq shumë plantacione me marijuanë. Për çudi, plantacionet me narkotik nuk ishin në Kolumbi apo Azi, por në një zonë mjaft të varfër në veri të Shqipërisë. Por situata u përmbys shumë shpejt, pasi gazeta Shekulli investigoi në vendngjarje dhe zbuloi se e vërteta ishte krejt ndryshe. Policia u vu në pozitë mjaft të vështirë dhe përpiqej të mbrohej me analizat laboratorike, që sipas saj tregonin qartë se bima e korrur ishte marijuanë. Por reagimi i përfaqësuesve të fondacionit nga Londra, raportet e mediave të huaja, sidomos atyre angleze, dhe përfshirja e ambasadës britanike në Tiranë në këtë incident, e detyruan gjykatën që të lironte nga burgu pas më shumë se një muaj e gjysmë izolimi në qeli, 4 të arrestuarit dhe shumë shpejt i dëmshpërblente ata me nga 2.5 milion lekë të vjetra secilin. Ministria e Rendit e vënë në presion, pushoi nga puna dhe çoi në gjyq eksperten e laboratorit qendror, e cila në fillim e nxori kërpin bimë narkotike dhe kur mori pjesë në grupin e dytë të ekspertëve, firmosi për të kundërtën. Por britanikët të prekur në sedër për akuzat e pabazat të hedhura ndaj fondacionit të tyre serioz, kërkuan dëmshpërblim jo vetëm moral, por edhe material. We find this declaration really rather disappointing because this is a perfectly legal crop that is grown globally. Me qënë se bima e kërpit industrial është një bim e ligjshme e cila nuk mbjellet vetëm në Shqipërinë, por është një bim që mbjellet në të gjithë botën, pra është një bim globale. Were it not a perfectly legal crop, then of course we...
Faktet dhe vërteta janë se kjo bimë është mbjellë në vendet më të zhvilluara të botës, si në Angli, në Kinë, në Evropën juglindore, në Rumani, Bullgari dhe në vende të tjera perëndimore si Franca apo dhe Gjermania dhe Italia, dhe kjo bimë është të cilësuar si një bimë shumë ekonomike, e cila ka krijuar zhvillime ekonomike në zonat ku është mbjellur. This particular crop, industrial hemp, has a very wide range of uses. Kjo bimë është një bimë e cila ka shumë nën produkte, duke filluar që nga veshjet dhe deri tek pjesët e makinave. Dhe përveç të tjerave, kjo bimë mund të zhvillojë dhe në majtjen dhe ruajtjen e ambientit të pastër, duke krijuar dhe mundësinë e krijimit të pjesëve të tilla që mund të përdoren dhe të zëvendësojnë karbonin. Po pse agjentët e antidrogës së Shkodrës e ngatruan kërpin me bimën narkotike të hashashit që kultivohet prej afro 2 dekadash në shumë zona të vendit? Cannabis sativa L, ose i njohur ndryshe kërpi industrial, është një bimë e familjes së kanabisit, që në Shqipëri njihet dhe me emrin hashash. Kërpi industrial dhe hashashi janë bimë shumë të ngjashme, por dallimi kryesor qëndron në përmbajtjen e THC-s, e cila shërben si narkotik. THC-ja tek kërpi është më e vogël se THC-ja tek hashashi, gjë që e vështirëson së tepërmi përfitimin e narkotikut prej saj. Gjethet dhe kërceli i kërpit janë shumë të ngjashme, gati identike me ato të hashashit, por dallimi qëndron në faktin se bima e kërpit është pak më e hollë dhe nuk ka erën e rëndë karakteristike të hashashit. Kërpi është mbjellë në Angli qysh në mesjetë dhe në vitin 1940 është ndërprerë kultivimi i tij në mënyrë masive. Në fillimin e viteve 90, britanikët janë rikthyer sërish kultivimet të bimës së kërpit industrial. Afro 40 vjet më parë, ka filluar dhe në Shqipëri kultivimi i kësaj bime, si në rrethet Durrës së Shkodër. Madje gjatë kohës së socializmit ka patur dhe një institut të veçantë që merrej me studimin e bimëve të kësaj familje. Fondacioni britanik që ka aplikuar projektin e kërpit në shkrel ka bërë të njëjtën gjë edhe në të paktën 30 shtete të tjera, duke përfshirë këtu mjaft shtete të Europës. Nga viti 2001 deri në vitin 2005, shoqata e fermerëve të shkrelit nuk e ndërpreu asnjëherë projektin e kultivimit të kërpit, edhe pse sipërfaqet e mbjella ishin të vogla për shkak të skandalit të vitit 2001. Gjatë kësaj kohe, shoqata i fitoi njëri pas tjetrit proceset gjyqësore me policinë e shtetit në gjykatë, pavarësisht zvarritjeve të vazhdueshme. Gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e apelit vendosën që policia e shtetit të dëmshpërblente me $115.000 fermerët e shkrelit për dëmin që e shkaktuar gjatë operacionit antidrog në vitin 2001. Ndërkohë që Fondacioni Britanik Partneritet për Zhvillim kërkoi një tjetër dëmshpërblim moral prej afro $100.000. Ky fondacion kishte planifikuar të zbatonte në zonën e shkrelit një projekt me një vlerë të përgjithshme prej $3 milion, i cili do të hapte shumë vende pune dhe do të ndihmonte sadopak në zbutjen e varfërisë në këtë trev. I vetmi reagim është ka qenë që ata e kanë pranuar dokumentacionin dhe s'kan dhënë asnjë lloj përgjigje. Ku sipas këtij ligjit që thotë ka qenë një marrëveshje përbashkë mes Ministrisë Bujqësisë dhe Ministrisë së Rëndit që parcelat e mjella me kërp duhet të monitorohen dhe monitorimi duhet të jetë i përbashkët me përfaqësuesit e shoqatës, përfaqësuesit e endit shtetëror Farma Fidana, përfaqësuesit e bujqësisë, malësisë madhe. Çdo monitorim duhet të jetë i përbashkët. Ne s'kena pas asnjëherë oferta përmes që janë prezent kur ata kanë monitoruar. I vetmi rast i monitorimit është vetëm mes specialistëve të bujqësisë, malësisë madhe dhe endit shtetëror të Farma. Ata kanë kryer inspektimin disa herë sipas fazë zhvillimit të BIM-s. Dhe kena majt procesbale ku ato i kena dorëzuar prokurori, i ruajmë edhe sot procesbale ku sipas specialistave të zonës dhe endit shtetëror të Farma rezulton që bima të jetë kërp. Gjatë vitit 2008, kreu i shoqatës së fermerëve të shkrelit, Martin Plumbi, ndoqi të gjitha procedurat ligjore për kultivimin e bimës, duke vënë në dieni Ministrinë e Bujqësisë dhe sektorin e antidrogës të policisë së shtetit. Ai njoftoi strukturat përkatëse që nga momenti i futjes së farës në Rinas. Fara erdhi me rrugë postare nga jashtë, e kontrolluar edhe në aeroportet e huaja. Më pas u lajmëruan specialistët e sektorit të antidrogës dhe entit shtetëror të farërave, të cilët morën kampion dhe bën analizat përkatëse. Ata kthyen përgjigjen e analizave së bashku me dokumentat përkatëse, duke deklaruar se fara ishte kërp industrial. Bima u korr në shtator pas fazës së pjekjes.
Pas këtyre hapave, u njoftua policia e antidrogës në komisariatin e Malësisë së Madhe dhe inspektori i zonës. Këto veprime u bën vetëm për të mos patur probleme si në vitin 2001. A keni parë ndonjëherë në televiziona me sy të lirë bimën e hashashit, duke përfshirë se televizionat tonë na japin shpesh pamje në jug të vendit parcelat mbylla me hashash. Dhe nëse e keni parë, a ngjan ajo me bimën që keni kultivuar ju? Unë i kam pa në televizor, por nuk ka asnjë zgjasim, edhe një fermer i thjesht është kanë binun që ajo është kerp. Në gjatë pamje që kem pa në televizor, ne më kanë binun se nuk ka një bim që nuk lejohet, pa është ajo bim që është në allon fara. Edhe e kem kultivuar. Në vitin 2005, prodhimi i kërpit u grumbullua dhe u bë gati për eksport, por një tjetër aksion i antidrogës së Shkodrës do të bënte edhe një herë të famshëm si narkotrafikant fermerët e shkrelit. Mbrëmjen e 23 dhjetorit 2005, u arrestuan edhe një herë drejtuesit të shoqatës së fermerëve të shkrelit. Një ditë më pas, kreu i policisë së shtetit Bajram Ibraj do të deklaronte përmbushjen me sukses të operacionit Buna, i cili tashmë është provuar se ishte një lajthitje e rëndë e policisë. Çuditërisht, kreu i narkotrafikantëve që pretendonte policia, Martin Plumbi, u kap duke nxjerrë raki në fshatin e tij Dedaj. Në mos gabojmë, ato ka qenë ka muaj gusht diqa, gusht shtator. Gjatë kohës që ata kanë ardhur dhe kanë marrë kampion në parcelat e kultivimit. Kanë kontaktuar me juve, kanë thënë se po e bani këtë gjë? Jo, asnjëherë s'kam pas kontakt me punojësit e policisë, por veç që kam pas kontakt me, siç e thash më parë, me specialistat e bujqësisë të zonës dhe specialistat e bujqësisë të endit shtetëror. Fermerët të cilët ishin kontraktuar nga juve për aplikimin e këtij projekti, u kanë vënë ndjeni që kanë vajtur punojës policia në parcelat? Po, fermerët më kanë marrë informacion që na kanë ardhur specialistat e policisë dhe u kena vënë në dispozicion ata që kanë kërkuar ata. Juve çfarë keni thënë fermerët? Unë më thonë që ju do të ishte mirë që t'jem edhe unë prezent, megjithatë është detyra juaj që të përgjigjeni policisë sipas kërkesës që kanë ata. Ju vetë u interesuat në polici, pse kishin bërë këtë? Kam pyet prokurori, po më thonë atje në polici, po më thonë është detyra jonë që të... Sa kohë mbas këtij veprimi policia ka më hyrë dhe ka bërë sekuestrimin e prodhimit të aktivitit? Mas korjes, kur ato kanë qenë gati për të përpunuar, ato kanë bërë sekuestrimin dikun ka muaj tetor, mos gaboj në anër diçka. E kanë sekuestruar të gjithë prodhimin aktivit? Me sa di unë është sekuestruar gjithë prodhimi, po ka nga sepse kanë qenë kontraktuar më afërsisht 120 fermerë dhe një pjesë e fermerëve kanë pas nuk u është sekuestruar. Po pse? Prodhimi për arsye se sipas tyne policia u ka dhënë analiza të pozitive, nuk rezulton të ketë efekte negative prodhimi i disa fermerëve. Ju thua që keni pasur 120 fermerë të kontraktuar me farë kërpit. Në çfarë fshatrash kanë qenë ato? Kryesisht krejt nga fshatet e shkrela, përveç se komuna Koplikut ka pas fshatat Stërbeq. Nga komuna Koplikut janë 2 nga fshatrat e Stërbeqit. Në momentin që policia ka shkuar dhe ka bërë sekuestrimin e mallit, u kanë vënë juve ndjeni për atë veprim që? Jo, nuk më kanë vënë. Mua si person s'm kanë vënë ndjeni asnjëherë. Po, nga kontakte që keni patur me fermerët, fermerët çfarë kanë thënë? U kanë thënë pse u është sekuestruar prodhimi e para dhe e dyta, u ka vënë në dispozicion policia proces verbal për sasinë e prodhimit që ka marrë? Po me kontakt që kam pas me disa fermerë, ato u kanë dhënë një proces verbal sekuestrimit për sasinë që u kanë marrë. I disponojnë këto proces verbal? Jo, mos mi kanë dhënë fermerët, i disponojnë gjithë e cili sipas. Po ju jeni interesuar në polici pse për sekuestrimin? Nuk më kanë dhënë përgjigje. Nuk më kanë dhënë përgjigje. Mbas sa kohësh jeni njoftuar që kjo çështje ka kaluar për ligë penale? Po mbas një viti afërsisht jam thirrë disa herë në prokurori për më dhënë më kanë pyet prokurorët se nga ka ardhur fara, si ka ardhur fara, qëllimet dhe unë u kam vënë në dispozicion sasinë e farës
dokumentat marrëveshjet me fermerët, njëkohësisht edhe një kontratë që kam pas bashkëpunimit me një kompani holandeze edhe atje u kam vënë në dispozicion. Kaq ka kanë kontakti me prokurorinë. Desha t'i bajnë një apel presidentit Republikës, kryeministrit, ministrit drejtësisë, edhe të gjithë pushtetarëve, plus parlamentit shqiptar, që mos lozin me këtë popull fukara, për të çojnë drejtësinë në vend edhe të marrin hakun e merituar secili, si nga ana që na sekuestruan, si nga përdhunimi publik që po na bën që ne tërpnohna të dalim në rrugë para të tjerëve, se me plot gojë thot ti je kultivues i bimëve narkotike. Unë tërpnohem dalë edhe para koqëshive të mi. Mos të më lujnë me dignitetin ton. Jem 50 sa burra. Kërkoj edhe nimin e deputetit që i kena dhënë votën, edhe i kërkoj sa të ketë mundësi të ndërhyjnë, të na zgjedhin drejtësinë tonë. Na mbështesin ashtu si e mbështetëm në fushat. Kalvari 53 fshatarëve të Shkrelit, që sapo janë dënuar nga gjykata e Shkodrës, nisi gati 4 vite më parë. Prokuroria e Rrethit Shkodër fillimisht i kishte pushuar hetimet në lidhje me këtë çështje për mungesë provash, por kur nga laboratori i policisë shkencore të Romës në Itali erdhi një përgjigje për kampionët e kërpit të sekuestruar nga sektori antidrog i Shkodrës, gjithçka nisi nga e para. Fillimisht ashtu quajturit narkotrafikantë të Shkrelit u dërguan për gjykim në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër. Kjo e fundit, pasi e mbajti për disa muaj çështjen, ja dërgoi për shqyrtim gjyqësor gjykatës së krimeve të rënda në Tiranë, duke akuzuar fshatarët e Shkrelit tashmë si një grup i strukturuar kriminal. Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë e shqyrtoi dosjen dhe ja ktheu për gjykim sërish gjykatës së Shkodrës, pasi kjo vepër penale për të cilën akuzoheshin fshatarët e Shkrelit nuk hynte në kompetencat e saj. Kur pritej që shqyrtimi gjyqësor të niste me marrjen e provave dhe dëshmive të 53 të pandehurve, gjykata e Shkodrës pa i vënë fare në dieni fshatarët e Shkrelit edhe në praninë e 2 avokatëve mbrojtës të caktuar kryesisht prej trupit gjykues, i dënoi ata sikur të ishin një organizatë mafioze. Tikun nga viti 2009, nga fillimi i vitit 2009 mos gabom kanë filluar thirrjet nga ana e prokurorisë, edhe njoftimet që ka filluar njekja penale. Kur u kanë filluar në prokurori, çfarë u kanë thënë? Çfarë punë dishu kanë pyetur ose u kanë mendje që kanë filluar ndikjen penale ndaj jush në lidhje me akuzë të kultivimit të bimëve narkotike? Jo, prokuroria s'm ka vënë ndjeni, përveç se gjykata që më ka bërë thirrje mas që prokuroria ka mbëll dosjen, prokuroria vetëm ka pyetur cilësinë e dëshmitarit për fare nga ka ardhur fara në Shkushte, në Shrethana. Kanë kërkuar një sasi fare duke vënë dispozicion një gjysmëskilje faret, kaq ka kanë vënë dispozicion dokumentat çka kam disponuar për çështjet e specialistëve të bujqësisë që kanë monitoruar apo kanë në dispozicion, kaq ka kanë kontakti me. Gjatë kohës që është zhvilluar procesi në gjykatën e Shkodrës, për tas mëse është kryer nga gjykata e krimeve të rënda. Juve keni parë përvajtësus ligjor në proces? Mas që ke marrë njoftimin nga gjykata e lartë, e mrapa nuk kena pas njoftim se do zhvillohet në seancë gjyqësore. Nuk keni pas këtë thirrje? Nuk kena pas këtë thirrje. Na as mbrojtësit tanë. Se ne kena një mbrojtës ligjshëm, Markun, por fatkeqësisht aty shohim që ne na ka mbrojtë gjykatës i gatshëm, ai prokurori çfarë thotë avokati i gatshëm, ka avokat kryesisht, ai që ka ndodhur në rrallë. Sa seanca janë zhvilluar pa pranuar? Po mas që është çështja nga gjykata e lartë, një seancë është zhvilluar dhe me atë seancë është marrë venim. Nuk është zgjat më shumë. Pagesa më thanë kjo se ne për në lekuj për ta se nuk del drogë ti me ripari. Se vetë ja u kam marrë ta kam qitë. E kanë marrë koqaj, e kanë marrë drogë, e kanë marrë tana qamë. Me i falë kep, u di për kep. I kanë marrë tana jeto, i kanë qitë. Kam pasë dishme do të tonë, ta i kanë pa, kur kanë ardhë. Vetë ja u kam marrë, vetë ja kam dokumentin e asaj gjykatës së Shkutër, që i kam halon të shtëpia. Për që zërbarit që të registrua u murë, më ka thonë me ta ke krye punë se ta këna marrë. E kam pas për jetë parë, edhe 100.000 vjetë nuk më thaqin, mo dhënja nuk më thaqin me mjëllit nuk mjëllit. Mo, ja. Që ku ka ndalë. Dhënja nuk më thaqin mjëllit s'mjëllit ma. Tash mbas ti vendimi, a ke ndonjë apel me që ke mundësinë me komuniku dhe me dëgju kryeministri e gjyqtarët, cili është mendimi? Jam dakord në të tanë, si të jenë për tonë dhe për mua.
S'kam çfarë baj. Do të thënë, nëse ata mendojnë që ti në këtë rast ke kultivu bimë narkotike, e dakord me zbatu vendimin? Ajo, si të bëhet për tonë, unë kam pas për të tonë. Kur të në këni, ku thomë në thënjive, kur u hinë, kërë më hinë tonë. I ketë dera, kur u hinë, kërë më hinë tonë. Unë jam me të tonë burë, unë herë kam milë. Dikur që kam milë 500 herë u herë. Mu herë nuk më patë fruta e punë, mu ma mure, dhe tash, më dhëtë me shku me të tonë. Në gjykimin e shkallës së parë Shkodër janë konstatuar të paktën 9 shkelje procedurale, të cilat do të shërbejnë si baza ligjore ku do të mbështetet apelimi në shkallën e dytë. Shkelja e parë është se të pandehurve nuk u janë komunikuar vendimet e ekspertimeve sipas së nenit 179.2. Shkelja e kodit të procedurës penale duke u mohuar për rrjedhoj të drejtën e tyre për të kërkuar përjashtimin e ekspertit, të drejtën që të propozojnë ekspert të tjerë, të drejtën të marrin vetë apo avokati tyre pjesë në ekspertim dhe t'i parashtronin pyetje ekspertëve. Për dy të pandehurit Prek Lekaj dhe Gjergj Makaj nuk ka asnjë ekspertim kimik në dosje. Nuk ndodhet asnjë vendim i asnjë lloji ekspertimi kimik. 3. Mostrat, kampionet e bimëve, për kryerjen e aktit të ekspertimit nuk janë marrë nga inspektorët e farërave dhe fidanëve ose në praninë e tyre, por janë marrë nga policia duke shkelur në mënyrë flagrante udhëzimin e përbashkët të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe të Ministrisë së Brendshme me numër 7, datë 3/5/2007.9. Përkundrazi, Inspektoriati i Bujqësisë në rrethin e Malësisë së Madhe, zona ku edhe është mbjellë Kërpi, deklaron zyrtarisht në letrën e datës 20/6/2007 se lloji i farës së Kërpit është varietet Unico B, që është familje e bimës së Kërpit industrial. Policia ka bën një shkresë formale. Edhe shkresa është pa firmë, pa vull. Nuk e kuptoj se çfarë shkreset mund të jetë ajo ose kush mund të jenë kanë ata. Se policia duhet të ketë një firmë ose një vull, duhet të kishte pas edhe agronomin, duhet të kishte pas njerëzit kompetent në atë punë. Ne na erdhi pas një lloj kushtit për ne më na bin se mundet më kanë direkt për këtë punë. Gjykata e Shkodrës, para se t'jepte vendimin, a u ka thirrë me dëshmon gjyq? Gjykata e Shkodrës na ka thirrë gjithë kohën. Na ka thirrë 1000 herë. Edhe ne na përgjigjet gjykatës që na shkua. Por kur erdhi koha e vendimit, gjykata nuk na informoi fare. Juve keni pasur avokat? Them drejtën nga kushtet jo normale. Unë avokat temen nuk kam pas mundësi me marr. Edhe pranova avokatin e shtetit. Ju me çfarë keni, domethënë me çfarë ardhur është siguroni jetesën e familjes tuaj? Me thënë drejtën ne të ardhunat kryesore i sigurojmë nga ajo pak tokë që na ka mbet. Që kena në përdorim. Edhe atë e mjell me kerp, por tash nuk kena të zot me mjell as misër. Se e mjell me kerp na e bën drog. Po ta mjellim misër prap kena frikë se na bën drog. Ne po na shkon jeta burgjesh, çon si kanë nis këta. Edhe nuk di asun çfarë do të siguroj të ornat e fëmijëve mi. Mostrat që mori policia për ekspertim nuk i kanë ndarë në 2 zarfe të vullosura e të pasqyruara në proces verbalin e sekuestrimit në momentin e marrjes së mostrave, ku në bazë të ligjit një zarf duhet ta merrte vetë organi i policisë, ndërsa zarfin tjetër t'ia linte të pandehurit, të cilët po të kishin pretendime kur të dilnin rezultatet, ata të mund të kërkonin ekspertimin e kampionit të tyre. Në vendimet dhe aktet e ekspertimit nuk është kërkuar dhe pasqyruar se fara e mbjell në tokë nga të pandehurit i përket Kërpis Cannabis Sativa L për qëllime industriale apo i përket kategorive të kultivimit dhe prodhimit të produkteve të ndaluara që përcaktohen në pikën 9 të ligjit numër 92/71 datë 9/9/2004 për ndryshime në ligjin numër 97/95 data 26/7/95. Pra nuk është përcaktuar parametri që lejon dallimin ndërmjet THC-s së Kërpit industrial që përdoret për qëllime industriale dhe Kërpit indian që përdoret për qëllime narkotike. Në rast se ky vendim do ngjitet në fuqi, duke pasur parasysh që ju jeni në moshën 72 vjeç, si do të ishte reagimi juaj ndaj vendimit të gjykatës? Reagimi jam ndaj vendimit të gjykatës është kërcë pa drejt vendimit të gjykatës që ka marrë.
as për arsye moshet, as për arsye punët, as për arsye asaj shkelje rregullash. Unë nuk e di se kam shkel asnjë lloj rregullit në botë. Kam punua, munin që kam bërë për 12 muaj ma kanë marrë, tash unë qa me thanë dhe me mdenua, ata kanë marrë, bolë që më kanë marrë munin e 12 muajve. Qa duen tjetër? Se kam ble faren kun, as se kam marrë kërkun, por direkt ne kena marrë me firmë, jena 8 tanë të licenzuam, jena antarët një shoqatit. Kjo është i diçka që duke ta ba me huqe, jo me... Nuk po flas ma tepër, por më duke ta ba me huqe. Se ku ka në huqe nuk e di. Përveç se avokati kryesisht, asnjë s'ka qenë i përnishëm. Dhe rastisht avokati më ka parë në rrugë, më ka thirrë, më ka thënë që para një dite është marrë venim që ju jeni dënuar 7 vjet burg, kurse 52 fermer tjerë janë dënuar nga 5 vjet burg. Okej, kontaktuar me prokurorin në lidhje me procesin më se është bërë kjo? Prokuroria si e përgjigje. Kam marrë kontakt vetëm me njërin nga përfaqësuesit e gjykatës dhe akuza realisht cila është? Akuza është kultivim për 50 tjerë është kultivimi i bimëve, kultivime dhe shitje, kurse për mua është organizim. Si unë jam dënuar si organizator. Megjithëse në krimet e rana ka qenë edhe akuzë tjetër si organizat, si mund ta quaj një strukturë kriminale, po ajo duket se ra poshtë dhe gjykata vazhdoi vetëm atë akuzën tjetër. Si keni marrë vesh vendimin e gjykatës? Vetëm rastisht, meqense ai avokati i gatshëm, avokati kryesisht si quhet, më ka parë në rrugë, më ka thirrë të madhe, më kthye, takova, më tha që gjykata tha para 2 ditëve ka vendosur që 52 fermer dënohen nga 5 vjet burg, kurse ti 7 vjet burg. Mos e lej, kam filluar interesimin. Pritimi ka qenë tragjike, fermerët kanë qenë shumë shqetësuar se morën vesh lajmin nga mediat më shumë se nga vet, por kena marrë kontakt, jena mbledh bashkë dhe kena vendosur që të megjithëse e kanë shumë vështirë të paguajnë avokat, por jena bashkuar gjithë bashkë që të marrim një avokat që ta mbrojmë çështjen në gjykatën e apelit edhe më lart. Përgjegjësia ligjore e leurave është bazuar në ligjin shqiptar me numër 7975 datë 26/7/95, i cili ndalon prodhimin e bimëve që kanë një përqindje më të madhe se 0.1% THC dhe jo në Konventën Europiane për Zhvillim, e cila e ka limitin e kërbit industrial deri në 0.3% THC, në të cilin ne kemi aderuar. Ku sipas nenit 122.1 dhe 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, mbas datës së daljes në gazetën zyrtare, jemi të detyruar të respektojmë dispozitën europiane dhe jo dispozitën tonë. Në mënyrën se si ka vepruar policia gjatë operacionit në vitin 2008, a keni mundësi ju që të kërkoni zhdëmtim të dëmit të shkaktuar për atë vit? Po normalisht sasia që ka marrë policia është shumë e madhe dhe s'mund ta quajmë në cilësinë e provës, është shpronësuar krejt sipërfaqja e mjell që ka në 2 dylym apo 3 dylym. Normalisht çdo fermer, meqense policia i ka lënë një procedurë të marrjes mallit, është e drejta atyne që të hapin gjyq për të kërkuar kthimin e mallit. Dini që kush e magazinuar sasia e kërbit që zhvillon? Një sasi e kërbit është me sa dim ne ka ardhur me makinat policisë në policinë e Malësisë Madhe, sasi është në Shkodër. Tani mbrapa, çfarë keni menduar të apeluar vendimin? Kemë apeluar vendimin dhe do të përpiqeshna me çdo kush që të mrohna, qoftë me avokat me aq mundësi e kapacitet financiar që kena, qoftë do bëjmë thirrje edhe avokatit popullit që na mbrojnë, sepse niveli ekonomik i fermerëve është aq i ulët sa që ata s'përballojnë dot të paguajnë prokurën e jo më detyrimet që rrjedhin detyrimet ligjore të avokatit. Sepse tash ti dihet që çdo avokat ka kask fiskale dhe është i detyruar për çdo çështje ka çmim të caktuar dhe të mbron. Tashmë çështja është apeluar në gjykatën e apelit, ndërkohë që përfaqësuesit e 53 fshatarëve hallexhin janë drejtuar avokatit të popullit për shkeljet e rënda që janë konstatuar gjatë hetimit dhe më pas gjykimit të dosjes së Kërpit. Ambasada britanike, e cila e ka monitoruar në mënyrë rigoroze procesin mes fshatarëve të shkrelit dhe policisë së shtetit qysh nga viti 2001, edhe këtë radhë
është të treguar e interesuar për atë që po ndodh në Malsinë e Madhe. E kontaktuar nga emisioni Xhungël në lidhje me çështjen e kultivimit të kërpit në Malsinë e Madhe dhe dënimin e fundit të dhënë nga gjykata e shkallës së parë Shkodër, zëdhënësi i ambasadës britanike tha se nuk është e përshtatshme që të komentojmë një çështje që është akoma në gjykim, megjithse ambasada vazhdon ta ndjek zhvillimin e saj nga afër. Ky reagim i ambasadës britanike është një garanci më shumë për fermerët e varfër të shkrelit se procesi gjyqësor në vijim do të monitorohet edhe nga vëzhguesit ligjor të Mbretërisë së Bashkuar. Për rasti i parë jemi vlerësuar pafajshëm dhe na ka dhënë një vendim gjykata e shkallës lartë për dëmtuar 120 milion. Rasti i dytë kemi dalë pafajshëm nga analizat që është thënë nga Instituti Laborit të Ministrisë Rëndit Italiane dhe kemi dalë nga gjykata e apelit të pafajshëm sepse edhe rasti i tretë jemi të dënuar me 7 vjet burg dhe po t'i shohim analizat janë të njëjtat si me rastin e parë, si me rastin e dytë, si me rastin e tretë, aty sillen diku nga 0,1 po 0,2% nuk i bën asnjëherë.